që ka thonë jam sama, dini kush është i bankrotumi? Thanë ja Rasulullah, te ne i bankrotum është personi i cili ka humbur pasurinë e tij, arin dhe argjendin e tij. Tha pejgamberi sallam, i bankrotum ditë gjykimit është një person që vjen, e ka namazin tamam, e ka agjerimin tamam, e ka këtë obligimet kërshë Allahu Teala tamam, dhe Allah i me mshirën e vetë, mangësit e ka falë dhe e shtin xhenet, por rrugës të shku për xhenet e sheh për mrapa kolont madhe të njerëzve të cilët presin. I pyet Allahu, çfarë po pritni ju? Than, hakun ton ja Rab. Ç'është haku juaj? E tash po fillon se cili me tregu. Njëri thotë që ky ma ka mshu pa të drejtë, që ky më ka marr pasurinë pa të drejtë, kurse ma ka kthy borxhin. Tjetri thotë që ky më ka sha me non, me teze, me gru, me motra, me këtë që ka gjetë, që ky më ka nënçmu, që ky më ka bë këtë apo atë zullum. Atëherë Allahu Teala fillon m'ja u dhon secilit hakun e vet. Dhe aq shumë i marrin prej sevapave sa që i sosën. Dhe thot Allahu Teala, u sosën s'ka më. Atëherë këta thojnë, na kemi gjunahe, na po zbrazemi, pak që në peshoj me ardhë ma mirë. Edhe fillojnë me ngarku me gjunahet e veta, qysh është nis me ashabul yamin, me të djathtat me shku në xhennet, e marrin e kthejnë me të majtet dhe e fiton xhehenamin për shkak hakeve të tija të shumta ndaj robëve të Allahut Teala. Andaj ki kujdes ndaj robit të Allahut Teala.